Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërkon që vendet e Ballkanit të pranojnë emigrantët e dëbuar nga Shtetet e Bashkuara, shkruan agjencia e lajmeve Bloomberg. Kërkesat ndaj vendeve të rajonit janë pjesë e një strategjie më të gjerë të Shteteve të Bashkuara për të gjetur qeveri të huaja, të gatshme për të pranuar migrantët e dëbuar, raporton Bloomberg duke cituar burime që kanë ndjeni për këtë çështje. Reuters shkruan se nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur raportin, i cili duket se mbetet hermetik dhe ende herët për t'u pasqyruar në përmbajtjen e tij, pasi Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk kanë bërë ndonjë deklaratë publike. Muajin e kaluar, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara i lejoi administratës Trump të tërheqë statusin e përkohshëm ligjor për qindra mijëra emigrantë nga Venezuela, Kuba, Haiti dhe Nicaragua që jetojnë në Shtetet e Bashkuara, duke forcuar kështu përpjekjet e presidentit republikan për shtimin e dëbimeve. Sipas Bloomberg, administrata Trump po kërkon destinacione të mundshme për migrantët që mund të dëbohen si rezultati i këtij vendimi.